Brikena një farforme ja u fal njerëzit këshe, po e vërtet t'i shohim materialet. E gjeni të priveja të plot, besoj fort që Zoti ekziston, Brikena flet për padrejtësitë gjatë dhe pas Big Brotherit. Pak a shumë storin e Brikenës e gjeni, Brikena flet se qysh gjatë qëndrimit të saj në Big Brother, njerëz kanë postu, njerëz që kjo thot unë i kom ushqy me durët e mia, kanë postu gjëra që janë tani s'po dia me thonë janë private, s'besoj që janë private, po okej, kam postu gjëra që s'do duhemi postu, siç jam ndërhyrjet, fotot e ndërhyrjeve, ty tentu me aprish imazhin, ty tentu me tregu sa e shëmtuar është, se kjo ka rëndësi, a je i bukur e shëmtuar, jo, a je njeri, e kështu me radhë. Por çka më lan përshtypja është që thot unë doja lë Zotit dhe nuk i dërgoj në gjykata edhe pse më kanë preferu me bo të tjilë. Jo, dërgoj se veç kështu këna më mush me na shqiptarë. Balë më avëdhen se cili të preka të kus duhet. Dërgojnë gjykata nëse ka mjaft materiale që do të dënoheshin ata njerëz. Çush e shini, a do duhemi dërgua mi falë?